Të mërkurën asgjë nuk do të funksionojë në aeroportin e Berlinit, pasi do të ketë grevë nga ora 5 deri në 23:59 më 18 mars. Kjo do të prekë udhëtarë që planifikojnë të udhëtojnë nga ose drejt kryeqytetit gjerman, të cilët do të duhet të riorganizojnë udhëtimet e tyre. Sipas kompanisë së aeroporti, rreth 57.000 pasagjerë do të preken nga kjo grevë. Sindikata Verdi ka thirrur punojësit e aeroportit Berlin Brandenburg për një grevë paralarmuese. Drejtuesit e kanë kritikuar ashpër këtë grevë duke e konsideruar si të tepruar, sidomos në një situatë që tashmë është e tensionuar për shkak të ngjarjeve ndërkombëtare, përfshirë luftën në Iran. Rreth 2.000 punonjës janë thirrur të marrin pjesë në grevë duke përfshirë stafin e zjarrfiksëve, menaxhimin e trafikut dhe menaxhimin e terminaleve. Për atë ditë, rreth 445 fluturime ishin të planifikuara, por pasagjerët nuk do të mund të nisen. Ata që kanë rezervuar biletë duhet të kontaktojnë linjën ajrore për informacion mbi riorganizimin ose alternativa të tjera udhëtimi. Në rastin e paketave turistike që nuk janë rezervuar direkt nga linja ajrore, përgjegjës është operatori i turizmit. Takimi tjetër i negociatave për pagat është caktuar më 25 mars. Sindikata kërkon një rritje më të lartë të pagave për të kompensuar rritjen e kostës së jetesës, ndërsa kompania ka ofruar rritje graduale në disa etapa. Kryetari i negociatave të sindikatës e konsideron ofertën e punëdhënësve të pamjaftueshme dhe thotë se greva përdoret për të ushtruar presion dhe për të arritur një marrëveshje më të mirë. Kjo grevë nuk është e para, edhe në shkurt pilotët e Lufthansa kishin bërë grevë duke shkaktuar anulime fluturimesh. Po ashtu, disa aeroporte në Belgjik u detyruan të ndërpresin operacionet më 12 mars për shkak të grevave të punojësve që kërkonin pagesa të papaguara dhe reforma pensionale. Grevat kanë prekur sektor të ndryshëm, përfshirë transporti publik dhe operacionet e aeroporteve.